Data 23 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 28. Zoti do të dërgoj kundër teje mallkimin, rrëmujën dhe mosmiratimin për çdo gjë mbi të cilën do të vësh dorë dhe që do të bësh, derisa ti të shkatërrohesh dhe të vdesësh shpejt për shkak të ligësisë së veprimeve të tua në të cilat më ke braktisur. Zoti do të bëjë që të zërë murtaja derisa të konsumohesh prej saj në vendin ku je duke hyrë për të pushuar. Zoti do të godas me ligështim, me ethe, me mahisje, me vap djegze, me shpat, me plasje dhe vrug, që do të ndjekin deri në shkatrimin tënd. Qielli mbi kokën tënde do të jetë prej bakri dhe toka poshtë teje do të jetë prej hekuri. Zoti do ta kthejë shiu në vendin tënd në rër dhe pluhur, që do të bien mbi ty derisa të shkatërrohesh. Zoti do të të braktisë në disfat dhe në masakër para armiqve të tu. Do të dalësh kundër tyre nga një rrugë dhe do të largohesh prej tyre duke u ambathur nëpër 7 rrugë, dhe kështu do të bëhesh një objekt urrëtieje nga ana e gjithë mbretërive të dheut. Kufomat e tua do të shërbejnë si ushqim tërë zogjve të qiellit dhe kafshëve të tokës, dhe askush nuk ka për t'i përzënë. Zoti do të të godas me ulqërën e Egjiptit, me hemoroidet, me zgjeben dhe me qeren, sëmundje nga të cilat nuk do të mund të shërohesh. Zoti do të të godas me marrëzin, me verbërin dhe me shushatjen e zemrës, dhe do të ecësh me tahmin në mes të ditës, ashtu siç ecën i verbrin e errësirë. Nuk do të kesh mbarësi në rrugët e tua, por do të jesh vetëm i shtypur dhe i zhveshur vazhdimisht pa pasur ndihmën e askujt. Do të fejohesh me një femër, por një burr tjetër do të bjerë në shtrat me të. Do të ndërtosh një shtëpi, por nuk do të banosh në të. Do të mbjellësh një vresht, por nuk do të mbledhësh rrushin e tij. Kau yt do të vritet para syve të tu, por ti nuk do të hash mishin e tij. Gomarin tënd do të ta marrin në praninë tënde dhe nuk do ta kthejnë. Delet e tua do t'ua japin armiqve të tu dhe askush nuk do të ndihmoj. Bitë e tu dhe bijat e tua do t'i jepin një populli tjetër. Sytë e tu do të shikojnë dhe do të përgjërohen tërë ditën nga dëshira për t'i parë dhe dora jote do të jetë pa fuqi. Një popull që ti nuk e ke njohur do të hajë frytin e tokës sate dhe të gjithë mundit tënd dhe patjetër do të jesh i shtypur dhe i dormuar vazhdimisht. Do të çmendesh para pamjes që do të shohin sytë e tu. Zoti do të të godas në gjunjë dhe në kofshët me një ulqër të keqe nga e cila nuk do të mund të shërohesh nga tabani i këmbëve deri në majtë të kokës. Zoti do të të çojë ty dhe mbretin tënd që e ke vënë mbi ty në një komb që as ti as etrit të tu nuk e keni njohur, dhe atje do të shërbeni perendive të tjera prej druri dhe prej guri. Dhe do të bëhesh objekt habije, proverbi dhe talljeje në mes të tërë popujve pranë të cilëve do të çojë Zoti. Do të çosh shumë farë në ar, por do të korrësh pak, sepse karkaleci do ta gëllabëroj. Do të mbjellësh vreshta, do t'i punosh, por nuk do të pish verë, as do të mbledhësh rrush, sepse krimbi do t'i hajë. Do të kesh ullinj në të gjithë territorin tënd, por nuk do të lyesh me vaj sepse ullinjtë e tu do të bien. Do të lindin bi dhe bija, por nuk do të jenë të tut, sepse do të shkojnë në sklavëri. Tërë pemet e tua dhe frytet e tokës sate do të jenë pre nga karkaleci. I huaj që ndodhet në mes teje do të ngrihet gjithnjë e më lart mbi ty dhe ti do të biesh gjithnjë e më poshtë. Ai do të të jap hua, por ti nuk do të japësh hua atij. Ai do të jetë koka dhe ti bishti. Të gjitha këto mallkime do të bien mbi ty, do të ndjekin dhe do të zënë derisa të shkatërrohesh sepse nuk ju binde zërit të Zotit Perëndis tënd, duke respektuar urdhërimet dhe statutet që ai të ka urdhëruar. Ato do të jenë si një shenjë dhe si një mrekulli për ty dhe pasardhësit e tu për gjithnjë, sepse nuk i ke shërbyer Zotit Perëndis tënd me gëzim dhe hare në zemër për bollokun e çdo gjëje. Do të shërbesh armiqve të tu që Zoti do të dërgoj kundër teje në një gjendje urie, etije, lakurisie dhe mungese të çdo gjëje. Dhe ai do të vërë një zjedh të hekurit rreth qafës sate derisa të shkatrojë. Zoti do të sjell kundër teje nga larg, nga skajet e dheut, një komb të shpejtë si shqiponja që fluturon, një komb gjuhën e të cilit ti nuk do ta kuptosh, një komb me një pamje të egër që nuk do të respektojë plakun dhe nuk do të ketë mëshirë për të voglin, dhe do të hajë frytin e bagtisë sate dhe prodhimin e tokës sate derisa të shkatrohesh. Dhe nuk do të lër as grur, as musht, as vaj, as pjelljet e lopëve të tua ose pjelljet e deleve të tua derisa të ketë shkatruar. Dhe do të rrethojnë të gjitha qytetet e tua derisa të rrëzohen në të gjithë vendin muret e larta dhe të fortifikuara të cilat kishe besim. Do të rrethojnë të gjitha qytetet e tua në të gjithë vendin që Zoti Perëndia yt ka dhënë. Përveç kësaj, gjatë rrethimin dhe në fatkeqësinë të cilën do të katandis miku yt, do të hash frytin e barkut tënd, mishin e bijve të tu
dhe të bijave të tua që Zoti, Perëndia yt, ka dhënë. Njeriu më zemërbut dhe më delikat do të ketë një zemër keqdashse ndaj vëllait të tij, ndaj gruas që pushon mbi kraharorin e tij, e ndaj fëmijëve që ka ende, sa të mos i jap asnjërit prej tyre mishin e bijve të tij që ai do të hajë për vete, sepse nuk do t'i mbetet asgjë gjatë rrethimit dhe në mjerimin në të cilin do ta katandisin armiqtë e tu në të gjitha qytetet e tua. Gruaja më zemërbut dhe delikate midis jush, që për delikatesën dhe elegancën e saj nuk do të kishte guxuar të vendoste tabanin e këmbës në tokë, do të ketë një zemër keqbërëse ndaj burrit që pushon mbi gjirin e saj, ndaj djalit dhe vajzës së saj, ndaj placentës që del nga barku i saj dhe ndaj fëmijëve që lind, sepse ajo do t'i hajë fshehurazi, për shkak se çdo gjë mungon gjatë rrethimit dhe për shkak të mjerimit të madh që do të pësosh nga armiqtë e tu në të gjitha qytetet e tua. Po të mos kesh kujdes të zbatosh të gjitha fjalët e këtij ligji që janë shkruar në këtë libër, duke pasur frikë nga ky emër i lavdishëm dhe i tmerrshëm, Zoti, Perëndia yt, atëherë Zoti do të lëshojë mbi ty dhe mbi pasardhësit e tu mjerime të papërshkrueshme, të mëdha dhe të zgjatura, si dhe sëmundje të këqija dhe qëndrueshme. Përveç kësaj, do të kthejë mbi ty të gjitha sëmundjet e Egjiptit, nga të cilat kishe frikë, dhe ato do të ngjiten. Edhe të gjitha sëmundjet dhe tërë fatkeqësitë e përshkruara në librin e këtij ligji, Zoti do t'i sjellë mbi ty derisa të shkatërrohesh. Kështu do të mbeteni pak, pasi keni qenë shumë si yjet e qiellit, sepse nuk jeni bindur zërit të Zotit Perëndis tënd. Dhe do të ndodhë që ashtu si Zoti ndjente kënaqësi t'ju bënte të mirë dhe t'ju shumëzonte, po kështu Zoti do të ndjejë kënaqësi duke ju zhdukur dhe shkatëruar, dhe do t'ju rrëmbejë nga vendi ku po hyni për ta pushtuar. Zoti do të shpërndajë midis tërë popujve, nga njëri skaj i tokës në tjetrin, dhe atje ti do të shërbesh perëndive të tjera që as ti as etrit të tu nuk i keni njohur kurrë, perëndi prej druri dhe prej guri, dhe midis atyre kombëve nuk do të gjesh prehje dhe vend ku të pushojnë tabanet e këmbëve të tua. Aty Zoti do të jap një zemër të drithëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt. Jeta jote do të qëndroj pezull përpara teje në pasiguri, do të dridhesh natën dhe ditën dhe nuk do të kesh asnjë siguri për qenien tënde. Në mëngjes do të thuash, ah, të ishte mbrëmje, dhe në mbrëmje do të thuash, ah, të ishte mëngjes, për shkak të llahtarës që do të mbush zemrën tënde dhe të pamjes që do të shohin sytë e tu. Dhe Zoti do të kthejë në Egjipt me anije, në për rrugën që të pata thënë, nuk do ta shohësh më kurrë, dhe aty do t'ju ofrojnë armiqve tuaj për t'ju shitur si sklevër dhe si sklave, por askush nuk do t'ju blej. Psalmi 119, vargjet 25-48. Unë bie përmbys në pluhur, më ringjall sipas fjalës sate. Të kam treguar rrugët e mia dhe ti më je përgjigjur. Më mëso statutet e tua. Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendoj më thellë mbi mrekullitë e tua. Jeta ime tretet në dhembje, më jep forcë sipas fjalës sate. Mbam larg nga gënjeshtra dhe në hirin tënd bëm të njohur ligjin tënd. Kam zgjedhur rrugën e besnikërisë, i kam vënë dekretet e tua para vetes, jam i lidhur me porositë e tua. O Zot, mos lejo që unë të hutohem. Do të veproj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh zemrën. Më mëso, Zot, rrugën e statuteve të tua, dhe unë do ta ndjek deri në fund. Më jep mençuri, dhe unë do ta ruaj ligjin tënd, po, do ta respektoj me gjithë zemër. Më bëj të ec në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse në to gjej kënaqësinë time. Përkule zemrën time dëshmive të tua, dhe jo lakmis. Largoj sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallërom në rrugët e tua. Mbaje fjalën tënde shërbëtorit tënd që ka frikë nga ti. Largo nga unë fyerjet e rënda që më trembin, sepse dekretet e tua janë të mira. Ja unë dëshiroj me zjarr urdhërimet e tua. Gjallërom në drejtsinë tënde. Le të më arrijë shpirt madhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate. Kështu do të mund t'i përgjigjem atij që më thyen, sepse kam besim te fjala jote. Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë te dekretet e tua. Kështu do të respektoj ligjin tënd vazhdimisht për jetë. Do të eci në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua. Do të flas për porositë e tua para mbretërve dhe nuk do të turpërohem. Do të kënaqem me urdhërimet e tua sepse i dua. Do të ngrej duart e mia drejt urdhërimeve të tua sepse i dua, dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua. Isaia, kapitulli 55. O ju të gjithë që keni etje, e jani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para, e jani blini dhe hani, e jani blini pa para,
dhe pa paguar verë dhe qumësht? Pse shpenzoni para për atë që nuk është bukë dhe fryti mundit tuaj, për atë që nuk të ngop? Dëgjomni me kujdes dhe do të hani atë që është e mirë dhe shpirti juaj do të shijojë ushqime të shijshme. Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë, dhe unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit. Ja unë ja dhash si dëshmitar popujve, si princ dhe komandant të popujve. Ja ti do të thërrasësh një kom që nuk e njeh dhe një kom që nuk të njeh do të vrapoj tek ti për shkak të Zotit, Perëndis tënd dhe të shenjtit të Izraelit, sepse ai të ka për lëvduar. Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. I pabesi le ta lër rrugën e tij dhe njeriu i padrejt mendimet e tij dhe le të kthehet te Zoti që të ketë dëmshuri për të, te Perëndia ynë që fal bujarisht. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa pa uitur tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbi në mënyrë që ai që do të mbjellë të marrë farën dhe të siguroj bukën për të ngrënë. Kështu do të jetë fjala ime e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën u dërgova. Sepse ju do të niseni me gëzim dhe do t'ju kthejë në paqe. Malet dhe kodra do të shpërthejë në brit magëzimi përpara jush dhe tërë drurët e fushave do të duart trokasin. Në vend të ferrave do të rritet selvia, në vend të hithrave do të rritet mërsina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdije, një shenjë e përjetshme që nuk do të shkatërrohet. Mateo, kapitulli 3. Por në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori që predikonte në shkretëtirën e Judes dhe thoshte: Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Sepse ky është ai për të cilin u fol nga Isaia që thot: Zëri i atij që vërtet në shkretëtir, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij. Dhe Gjoni vet kishte rrobën e tij prej lesh dhe veje dhe një brez prej lëkure në mes. Ai ushqehej me karkaleca dhe mjalë të egër. Atëherë, njerëzit e Jeruzalemit dhe gjithë Judea dhe gjithë karhina e Jordanit dolën tek ai dhe pagëzoheshin nga ai në Jordan duke rrëfyer mëkatet e tyre. Por, kur pase shumë farisejnë dhe saducejnë po vinin te pagëzimi i tij, u tha atyre: Pjell në përgash, kush ju dëfteu t'ia ratiseni zemërimin që po vjen? Jepni pra frytet të denja të pendimit, dhe mos ju shkoj mendja të thoni me vete: ne kemi Abrahamin për atë, sepse po ju them se Perëndia mund të nxjerrë bijtë e Abrahamit edhe prej këtyre gurve. Dhe tashmë sopata është vënë në rrënjët e drurve. Çdo dru pra që nuk jep fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Unë po ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denj as t'i mbaj sandalet. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ai mban në dorën e tij terplotën dhe do ta pastroj tej e tej lëmin e tij. Grurin e tij do ta mbledh në hambar, por bykun do ta djeg me zjarr të pashueshëm. Atëherë erdhi Jezusi nga Galilea në Jordan te Gjoni për t'u pagëzuar prej tij. Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: Unë kam nevojë të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë? Dhe Jezusi duke u përgjigjur i tha: Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi. Atëherë e lejoi dhe Jezusi sapo u pagëzua, doli nga uji dhe ja, qiejt u hapën dhe ai pa frymën e Perëndisë të zbresi si një pullumb e të vijë mbi të, dhe ja një zë prej qiellit që tha: Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim.